E falenderojmë Allahun me falenderimet më të sinqerta. Ashtu siç meriton madhështia e tij të falenderohet Zoti ynë, ty të qofshim falja Allah. Për çdo mirësi e për çdo begati që fale, dhurove, o Zot, shtoje mirësinë edhe begatin tënde për gjithë secilin prej nesh, ja Allah. Ti je dhuruesi i mirësive dhe i begative. Udhëzoj zemrat tona, mendjet tona, shpirtrat tanë për tek më e mira, më e bukura. Ti je udhëzuesi dhe orientuesi. O Zot, ty të lutemi, ja Allah, mos e dëno ato tubim që mblidhet për ty. Mos i dëno ato gjuhë që tregojnë për madhështinë tënde. Mos i dëno ato sy që përloten nga frika prej teje ose nga dashuria për ty. Mos i dëno ato zemra që në brendin e tyre kanë dashurin tënde, ja Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç tij është vetëm i vërtetë, Allahu xhalla shanuhu. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ka prej atyre njerëzve, thot Zoti në Kur'an, të cilët kanë zgjedhur dikë tjetër veç Allahu xhaleshanu ta adhurojnë dhe i dashurojnë ata, janë të lidhur marrëzisht për tyre, siç besimtarët e mirë, siç besimtarët e devotshëm kanë për zemër dhe kanë në shpirt Allahun xhaleshanuhu. Ndërsa në ditën e gjykimit na tregoi dhe na tha: Tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Për të na treguar se vetmja dashuri edhe i vetmi madhërim dhe i vetmi adhurim që do të mbetet dhe është i drejti dhe i vërteti është ai Allahut, na tregoi neve një pamje ditës gjykimit se si ata cilët kanë adhuruar dikë tjetër përveç Allahut xhaleshanu Zotit vërtet, do të bëhen pishman dhe do të thonë: pasha Allahun, neve kemi qenë në humbje të madhe kur shohin realitetin e vet, dhe se Maliki Yawmiddin, sunduesi i ditës gjykimit, është vetëm i vërteti. Neve kemi qenë në humbje të madhe kur ata që adhuronim në atë botë i barazonim me Zotin e vërtet të qiejve dhe tokës. Smundja më e madhe dhe e keqja më e madhe e zemrës. Të gjitha i kuptove, të gjitha i mësove, intelektuali madh, i dishëm, i aftë, i zgjuar, i shkafët. Çdo gjë e morë vesh në këtë jetë vetëm të vërtetën më të madhe, që Zoti është një dhe një i vetëm, që ka në dorë gjithçka, është krijuesi i universit, se do të ikim nga kjo botë dhe do të dalim para tij, vetëm këtë se kuptove, subhanallahil azim. Humbja më e madhe. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dhe dëshmojmë se Muhamedi ishte robi dhe i dërguar i Allahut xhalla xhelaluhu. Falejteke tahlu wal hayatu mariratun walejteke tarda wal anamu ghidabu walejte alladhi bayni wa baynaka amirun wa bayni wa bayna alalamin kharabu idha sahha minka alwudd fa kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu. A si kur ti të lumturohesh prej meje, e jeta le të jetë e hidhur. A si kur ti të kënaqesh prej meje, e njerëzit le të jenë të mërzitur. A si kur marrëdhënia midis meje dhe midis teje të jetë e ndërtuar, e midis meje dhe botës le të jetë e prishur. Nëse vërtetohet dashuria jote për mua, çdo gjë tjetër është e thjeshtë, se çdo gjë si për dheut në dhe do të kthehet. Dëshmojmë se i dashuri i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu selam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. E dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzin. O Zot, dëshmojmë se ai e përcolli amanetin dhe misionin për cilin ishte ngarkuar, ja Allah, derisa e solli fenë edhe tek ne dhe tek çdo njeri i gjallë, ja Allah, dhe trokiti çdo zemër dhe çdo shpirt. Profeti që veti madhi Zot mbi 7 qej e ngriti emrin e tij. Profeti që engjujt e bekuar të Allahut e çan qiellin me zbrit profecinë e tij. Profeti që të sinqertit ishin mbështetësit dhe përkrahësit e tij. Profeti që euliat, dietarët dhe të devotshmit ishin trashëgimtarët e tij. O Zot, dërgoj atij salavatet tona, atij familjes tij dhe shokëve tij. Ja Rabbi, fali, mëshiroj dhe begatoj të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Vëllezër të nderuar dhe motra muslimane,
Profeti alayhi salatu wassalam lutej me një lutje të bukur shpesh, siç transmetohet dhe thoshte: Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuni hubbak. O Zot, të lutem fal dashurinë tënde, më dhuro dashurinë tënde. Më fal dashuri për ata që ti i don, ja Allah, dhe më fal dashurinë zemrën time për çdo vepër e cila më bën prej të dashurve tu. Lutej profeti alayhi salatu wassalam dhe na tregon edhe nëse kjo lutje duhet jetë pjesë e jetës së gjithë secilit prej nesh. Dhe nëse njeriu e shpeshton këtë lutje dhe mundohet që ta rrënjosi në zemrën dhe në shpirtin e tij, ka shumë mundësi që të bëhet prej dashurve të Allahu xhaleshanu dhe të punoj që të arrijë dashurinë e Allahu xhaleshanu, dashurinë e të madhit Zot. I vin një ditë një personi për tabiinëve që quhej Mutarraf ibn Abdillah, njerëzit e këqij, dhe i bën oferta nga më të ndryshmet. Dhe i thonë: "Eja, kalo këne nga krahu jon, nga ana jon." Edhe fillon thotë se shife, kjo rruga jon thotë të ngren shumë edhe të ngren edhe të bën dikushi, t'jep status, t'jep pasuri, t'jep të gjitha të mirat e kësaj dynjaje. Busjesh edhe i thotë: thotë sikur të kisha dy nefse, thotë sikur të kisha dy shpirte, thotë. Pasha Allahun, thot, një do ju aleja juve, thot, në dorë dhe do e provoja këtë rrugën e juj. Dhe në qoftë se nuk më dilte ashtu siç thoni juve, do kisha rastin se kam shpirtin tjetër, e atë do e menaxhoja mirë në rrugën e Zotit xhaleshanuhu. O alakin nafsun wahida, por se kam vetëm një shpirt, thot, wallahi la ugarriru biha, wallahi la ugarriru biha. Nuk mund bëj, thot, aventura, thot, me shpirtin tim, thot. Nuk mundem, thot, ndjek rrugën e keqe, përveç se rrugës Zotit, rrugës sinqeritetit, rrugës mirë, rrugës bukur. Atë që neve na tregun profetët e Allahut, atë që na e shpalli Zoti në Kur'an, atë që deshi Zoti xhaleshanu për njerëzit e mirë dhe dashur ti. E inshallah, thot, të jetoj, thot, edhe të vdeset ja dorëzoj shpirtin këtë shpirt Allahu xhaleshanuhu. Wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub ulil ejdi wal absar. Përkujtojnë libër, thot Allahu xhaleshanu Muhammed Mustafas, rob ton dashur Ibrahimin, Ishaqun dhe Jaqubin, ulil ejdi, njerëzit punëtor, wal absar, dhe njerëzit me vizion. Pra njerëz të cilët jo vetëm thjesht ishte i dërguar Allahu dhe rriti aty me i cep dhe nuk kishte asnjë lloj kontributi dhe nuk kishte asnjë lloj shenje në jetë. Njerëz punëtor dhe njerëz me vizion të madh. Nuk i shifshin gjërat sot për sot, po i shifshin gjërat për një shekull më pas, për 1000 vjet më pas. A ka gjë më të bukur dhe më të madhe? Ibrahimi alayhis salam që ndërtori të Ka'bën dhe thoshte: "Rabbena taqabbal minna." O Zot, pranoje prej nesh, prej meje dhe Ismailit ndërtimin e Ka'bës, sepse shifte vizionin se si do të vinte puna që miliona e miliarda njerëz rrotullohen rreth atij vendi. Dhe kushdo që bën aty adhurimet, i shkojnë sevapet edhe babait ton Ibrahimit alayhis salam që ndërtoi atë Ka'bë dhe e bëri atë vend faltoren e parë dhe faltoren me vlerat e mëdha që ka, subhanallahu, vendin e shenjtë. E Allahu xhaleshanu thotë se besimtar i mirë që ndjek rrugën e profetëve është punëtor, është njëri punëtor, po është edhe vizionar. E nuk mundet njeriu pra që ka vizion, edhe njeriu që don Zotin xhaleshanu në shpirt, edhe njeriu që ka dashuri për Allahun ashtu siç duhet, edhe njeriu që do me fitu dynjan edhe ahiretin, nuk mundet që të bëj aventura dhe nuk mundet pra që të zgjedhë rrugën e keqe për jetën e tij përveç rrugës së Allahu xhaleshanu. Nuk ka kohë vëllezër me bëj gjunafe dhe me bëj gabime, nuk ka kohë vëllezër që me rrugën e të keqes Allahu na ruajt. Edhe me kalu i 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, se hajde se pastaj kemi kohë se mbase kthehemi, neve nuk kemi siguri për jetën tonë as pak. Njeriu e vën qëllim në kokë edhe në zemrën e tij, në mendjen e tij të mirën edhe mundohet që ta ndjekë të mirën. Deri ai sa i e kupton edhe e mendon që është e mira sipas rrugës Allahu xhaleshanu që na ka treguar neve Zoti në tekstet e qarta. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu xhaleshanu është ai i cili krijoi vdekjen,
krijoi edhe jetën që t'ju sprovoj juve se kush për jush do të jetë më vepër mirë, kush për jush do të jetë njëri që bën vepra të mira dhe të fitojë dynjan edhe ahiretin e tij. Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Thuaj thot Allahu xhaleshanu, me mirësinë edhe me begatinë edhe me mëshirën e Allahu xhaleshanu, me atë duhet gëzohen zemrat. Ajo është më e madhja dhe më e mira për cilën mund të gëzohet zemra. Prandaj nëse shef njerëzit që i gëzohen grumbullimit pasurisë me rrugë të keqe, ti gëzoju qëndrishmërisë tënde, ti gëzoju stabilitetit tënd në rrugën e të mirës dhe durimit tënd në rrugën e Allahu xhaleshanu. Nëse shef njerëzit që synojnë kënaqësinë e dikujt prej krijesave, kushdo qoftë ai, ti gëzoju që synon kënaqësinë e Zotit krijesave, Allahu xhaleshanu, Zotit tënd. E nëse ndërton marrëdhënien midis tënde, midis vetes tënde dhe midis Allahu xhaleshanu, vallahi kjo është gjëja më e madhe cilën mund ta ndërtosh, dhe kjo është ajo që ty të bën të reflektosh mirësinë në jetën tënde. Musa alayhis salam, wa ajiltu ilayka rabbi li tarda, shpejtova për tek ti o Zoti im që ti të kënaqesh për me, të fitoj kënaqësinë tënde. Shpejtova tek ti për tek ti o Zoti im që të fitoj kënaqësinë tënde. Jo vetëm thjesht ta bësh të mirën, po edhe të shpejtosh dhe të ngutesh me bë të mirën që me fitu kënaqësinë e Allahu xhaleshanu. Ibrahimi alayhis salam, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Tha, unë tha jam nista po shkoj për tek Zoti im, ai do ma orientoj rrugën, ai do ma drejtoj mu jetën time. Nuk do të mlej mu Zoti xhaleshanu pa për kujdesjen e tij hynore. Ndërsa Muhamedi alayhis salatu wassalam lutej dhe thoshte, Allahumma inni as'aluka shauqa ila liqa'ik wa ladhata an-nadhar ila wajhika al-karim. O Zot, të lutem fal mua në zemrën time mall për takimin tënd. Më fal mua o Zot mall për takimin me ty. Imagjino çfarë kuptimi ka kjo dua. Pra ti ta dush Zotin xhaleshanu. E kur zemra e don dikë me zi pret ta takoj. Nëse ke në dynja dikë prej dashurve tu, prej të afërmve tu, ke kohë që se ke pa, me zi duron zemra dhe shpirti që ta takoj, me zi pret që ta shofi, të ri pranë, të flasi me të, ta shikoj me sy, edhe ta përfshi me shikimin e tij që ti mbushet zemra dhe shpirti plot. E nëse e don Allahun xhaleshanu, Allahu t'jep mall për takimin me Allahun xhaleshanu që do të kesh nesër kur shkëputesh nga kjo jetë. Dhe o Zot më fal kënaqësinë e të shikuarit në fytyrën tënde madhështore. Atë Zot që adhuruam dhe nuk e pam, nesër që na mësoj Allahu xhaleshanu inshallah, shohim Allahun xhaleshanu dhe të jemi prej xhenetlive, kemi mirësinë që të shikojmë Zotin ton dhe të na falë Allahu xhaleshanu dhe të na mbulojë me mirësinë e tij. Ndonjëherë besimtari kalon momente në këtë jetë kur inspirohet nga dashuria e Zotit xhaleshanu, edhe është në rrugën e mbar, i vinë gjëra të mbar, shpirti kënaqet edhe mbushet zemra plot, momente që i përjeton, qoftë kur është në komunikim ose kur është në duat, në lutjet që i bën Allahu xhaleshanu, qoftë momente të tjera kur ai qëndron me veten e tij ose edhe me dashurit e zemrës tij, saqë disa kanë vështën sikur të ishte xheneti, kështu si këto momente që neve kalojmë në jetë, vallahi do ishte begati e madhe. E ky është xheneti i dashurisë Allahu xhaleshanu atyre që duan Allahun dhe duan për hatër të Allahu xhaleshanu. Dhe është një xhenet në këtë botë që i humburi është ai i cili nuk e ka shiu qoftë edhe një herë ose qoftë edhe momente të veçanta këtë xhenet. Kur profetin alayhi salatu wassalam, çfarë do të thotë për ata dush Zotin me shpirt kur të mbushet zemra me dashurinë e Allahut xhaleshanu. Kur profeti alayhi salatu wassalam e refuzuan në Taif në formën më të keqe të mundshme, në formën më poshtruese, nxorën me ndjeletët dhe fëmijët që me i gjyt me gur derisa u gjakos profeti alayhi salatu wassalam dhe shokohet profeti alayhi salatu wassalam, tronditet nga kjo lloj sjellje. Mirë, nuk don të besosh, po pse duhet me godit dhe pse duhet me tall dhe pse duhet me keq trajtuar deri këtë lloj forme? Kush ishte mëkati dhe gjunafi që kishte bërë profeti alayhi salatu wassalam? Subhanallah, asnjë mëkat, vetëm që thoni la ilaha illallah, Zoti ju është Allahu, vetëm kaq, asgjë tjetër.
E hecën profeti alayhi salatu wasalam kilometra të tëra derisa ka ardhur vetë dhe ulet lutsi Allahun xhalleshanuhu. E lut Zotin xhalleshanuhu, kush ishte duaja? O Zoti im, nëse ti nuk je i hidhruar me mua me atë që ndodhi, nuk ka problem për mu. Subhanallahu el-azim. Ç'është kjo fuqi kaq e madhe e besimit që buron nga një dashuri kaq e madhe për Allahun xhalleshanuhu, e që ti falësh armiqtë e tuaj, ti falësh kundërshtarët, ti falësh ata të cilët kanë hyrë në hak edhe kanë bërë dëm pa asnjë lloj shkaku, vetëm për atër të Zotit. Dhe ç'është ky synim kaq i madh që synosh vetëm dashurinë e Allahut dhe çdo gjë e lidh me Zotin xhalleshanu. O Zot, nëse ti je i kënaqur me mua, nuk ka problem pastaj asgjë tjetër. Nuk më hyn sy asgjë, ja Allah. Imagjino, duaja profetit alayhi salatu wassalam troket dyert e qiellit, derisa Allahu xhalleshanu i çan dyert e qiellit, derisa Allahu xhalleshanu zbret Xhibrilin dhe engjëllin e maleve që t'i japi mundësi profetit alayhi salatu wassalam nëse dëshiron për të keqen që ai përjetoi. E profeti alayhi salatu wassalam zgjedh mos hakmerret, nuk hakmerret. Kishte në dorë të bënte, t'ia kthente të keqen edhe të bënte dëmin, nuk hakmerret sepse ai ishte mëshira dërguar gjithë njerëzimit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. E pas kësaj, o vëllezër, pas këtij episodi, pas saj dashurie të madhe për Allahun xhalleshanuhu, pas tyre virtyteve dhe pas këtyre vlerave kaq mëdha që tregon Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, Allahu xhalleshanu i hap dyert e qiellit për Nisratën Miraj. Shiheni, ktheuni historinë islame kur ka ndodhur. I hap Allahu xhalleshanu mirësitë e tij. Dhe çon Isra Miraj. Ja mundson që të jetë imamul mursalin, imam të gjithë profetët. Dhe çon Allahu xhalleshanu deri në Sidretul Muntaha, atje pramti ku askush para profetit alayhi salatu wassalam, askush pas tij nuk ka mund edhe nuk ka për të mund me qenë. Aty aq pranë Allahu xhalleshanu të flasit drejt për drejti me Zotin e gjësisë. Sikur don me i thon Allahu xhalleshanu jo vetëm Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, por edhe gjithë ummetit e tij, se nëse je me Zot, nëse je me Allahun xhalleshanu, nëse e don Allahun me shpirt edhe me zemër, mos ki dert për asgjë tjetër. Edhe po ti mbyllën rrugët e tokës, të hap Allahu xhalleshanu dyert e qiellit. Edhe nëse njerëzit duan edhe mblidhen të gjithë me të bodom, suporti i Allahu xhalleshanu nuk mungon. Allahu xhalleshanu do ta japi ty fitoren. E Allahu xhalleshanu i thot Muhammed Mustafas wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pasha ditën agim, pra kur zbardhet dielli që del i fort në mëngjes edhe vezullon, dhe natën e cila mbulon me qetësi edhe fsheh çdo gjë, kur nuk të kalon ty Allahu xhalleshanu dhe nuk është i hidhruar me ty. Allahu xhalleshanu jep suportin Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam dhe i tregon çdo kujt, i tregon edhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam se kjo është rruga nëse don të ngjitesh edhe të ngritesh në grad tek Allahu xhalla xhelaluhu. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. O vëllezër, kur nuk mund të lejojë Allahu xhaleshanuhu që dikush të preket me dënim këtë jetë, nëse jeni falendërues dhe nëse juve vërtet e besoni Zotin me shpirt dhe me zemër. Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Nuk ndodhe dhe nuk bën vaki kur që Allahu xhaleshanu të zbresi dënim tek besimtarët, ndërkohë që ti o Muhammed je midis tyre, je në zemrat e tyre, ndjekin rrugën tënde edhe sunetin e traditën tënde. E nuk ndodh kur që Allahu të zbresi dënim tek besimtarët, ndërkohë që ata kërkojnë falje. A ka gabime? Patjetër. A ka njerëz pa gabime? Nuk ka, të gjithë kanë gabime. Ama më i mirë për gabimtarëve është ai që lidhet me Zotin dhe kërkon falje për gabimet e tij. E për sa kohë që ne do t'i kërkojmë falje Zotit xhaleshanu, e do të kthehemi në pendim tek Allahu xhaleshanu sinqert, me heq dorë nga e keqja, se njerëz gabimtar jemi, Allahu xhaleshanu garanton që kur nuk nxjerr nga mëshira dhe nga përkujdesja dhe nga mbrojtja e tij dhe nga suporti i tij, me lejen e Allahu xhaleshanu. E lut Zotin na falë dhe na mëshirojë. Amin. Dhe zë nderuar dhe motra muslimane, ditën e njëjtë që vjen është data 10 Muharrem ose data 25 qershor që i takon me kalendarin tonë. Është dita e Ashuras,
është ditë e shënuar, ditë në cilën Allahu xhaleshanuhu para mira vjetëve dha një nga shenjat e tij dhe suportet e tij më të mëdha. E mundi zullumin dhe ndihmoi Musën alayhi salam dhe popullin e përvuajtur të Musës, të Izraelit. E Allahu xhaleshanuhu e hapi detin, bëri mrekullinë e madhe, hapi detin për ata cilët ishin besimtarë dhe kishin besim dhe sigurinë, fuqinë edhe në përkrahjen e Zotit xhaleshanuhu dhe ndiqnin rrugën e drejtë, megjithëse ishin më të dobët. Allahu xhaleshanuhu ndërhyri me fuqinë e tij, hapi detin dhe e mundi një herë për gjithmonë zullumin e faraonit, duke vënë fuqinë e tij Allahu xhaleshanuhu. Në shenjë të kësaj mirësie, profeti alayhi salatu wassalam, si falënderim ndaj Zotit xhaleshanuhu, na sugjeron neve që këtë ditë që është ditë e shënuar, të agjërohet. Dhe agjërimi i kësaj dite thotë shpresoj që të fali mëkatet e një viti, subhanallah. Kush ka mundësi ditën e njëjtë që vjen, le ta agjëroj, sepse ka shpërblime të mëdha tek Allahu xhaleshanuhu. Imagjino një ditë agjërim me kaq shumë shpërblime. E nëse mundet një ditë para ose një ditë pas ta shoqëroj, kjo është edhe më e plot, edhe më e mirë me lejen e Allahu xhaleshanuhu. E lut Allahu xhaleshanuhu që neve na dhuroj sinqeritet në thënie dhe vepra. O Zot, ty të lutemi ja Allah, na bëjnë besimtarë të mirë. O Zot, na shto dashurinë për ty, dashurinë për Kur'anin, dashurinë për profetin, dashurinë për ata që ti i don, dashurinë për çdo vepër ja Allah që na bën neve dashurit e tu o Zot. O Zot, ty të lutemi ja Allah, na oriento për tek veprat e mira. Na e bëj të qartë ja Allah të mirën të mirë dhe na bëj neve pasues saj. Na e bëj qartë keqen të keqe ja Allah. Në këtë ditë që gjërat janë të përzira, o Zot na qartëso dhe na ruaj nga çdo fitnë. Dhe neve na mundso të largohemi prej të keqes, ja Allah, siç largove lindjen nga perëndimi. O Zot, ty të lutemi, orientoj zemrat tona në rrugën tënde, në rrugën e dashurve tu, në rrugën e profetëve tu, në rrugën e ulijave dhe dietarëve, o Zot, që ti i don dhe i falë mirësinë dhe begatin tënde. Ja Allah, na largon nga çdo vepër që dëmton dynjan dhe ahiretin ton. O Zot, na fal ne, fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin.